Dikush qesh dhe dikush qanja si izë alkooli, 12 shenjat e horoskopit. Efektet e alkoolit janë të ndryshme tek të gjithë. Kryesisht thonë se ndikues kryesor për pasojat e tij është humori i mirë apo humori i keq, por në këtë rast kemi zbuluar se edhe yjet pas ka dorë. Dashi, argëtimi i shfrenuar, i njohur për karakterin e tij miqësor, një dash nën efektet e alkoolit, do të shkojë sa te njëri te tjetri për t'u siguruar që të gjithë po argëtohen. Nëse nuk i rezulton kështu, do të jap të pish po aq sa ka pirë vet. Nëse je me humor të keq, është shenja e duhur për të pirë aperitivin. Demi, besnik por i ashpër. Demi është ekstremisht besnik dhe nëse i kërkon për të dalë, nuk të thot kur jo, ama nëse ai është në humor të keq, haroje që do të pranoj të bëj diçka që nuk i pëlqen. Mos u ngatro me kokforcinë e tij. Binjakët, kujdes me ndryshimin e humorit. Binjakët për shkak të personalitetit të shumëfisht janë njerëz me cilët nuk është aq e thjeshtë të dalësh. Nuk është aq e thjeshtë të dalësh me ta. Mund të ndryshoj humor nga çasti në çast. Nga ana tjetër, i urrejnë njerëzit e pavendosur dhe mërziten shpejt. Gaforja, të ndjeshëm edhe të pirë. Bëhet fjala për njerëz shumë të ndjeshëm që mund të shpërthejnë në të qara sa herë që diçka nuk shkon si duhet sipas tyre. Çdo situatë e mbushin me emocion të tepërt dhe të pish alkool me ta nuk është se gjëja më argëtuese, mjafton vetëm një gotë. Luani, muhabete të kota. Një luan në efektin e alkoolit nuk e mbyll më gojën, madje as që po mendon fare se çfarë është duke thënë. Të përpiqesh ta pushosh është pothuajse kot. Virgjëresha, elegant dhe i vetmuar, janë perfeksionist derisa në atë pikë sa edhe gotën e verës duan ta shijojnë në vetmi, për të bërë analiza dhe përmirësime të vetes, nuk janë shoqëruesit e duhur për t'u dehur. Peshorja, shkujdesje dhe ekuilibër. Një peshore është një njeri shkujdesur, ama shqetësohet gjithmonë nëse të tjerët po argëtohen apo jo. Janë njerëz të ekuilibruar, por nëse e del me ta, me mendimin për të pirë dhe për t'u argëtuar, do të jetë gjithmonë dikush që do të nxjerrë probleme. Akrepi, dehje e sigurt. Një akrep i dehur do të falë gjithçka nga vetja. Është njeriu që nuk do të tërhiqet asnjëherë përpara propozimit për një datë të shfrenuar. Shigjetari, agresiv dhe flirtues. Të dalësh me ta mund të rezultojë ide mjaft e keqe. Alkooli po të përzihet me nervat e tyre mund të shpërthej, prandaj bëni kujdes. Bricjapi, fleksibël. Të lindurit në shenjën e bricjapit përshtaten me çdo lloj situate. Qëllimi i tyre i vetëm është të argëtohen, nuk ka rëndësi se ku dhe me kë. Ujori, nga qielli në tokë. Me një ujor, situata mund të ndryshojë nga një moment në tjetrin. Nuk duhet i lejosh vetes asnjë gabim, të pish apo të dehesh me ta është një përvojë më vete. Peshqit, emocione ekstreme. Një peshk do të tregoj për herë, emocione ekstreme, është interesante të dehesh me ta, ama kujdes. Edhe një koktejl më shumë mund të ndryshojë krejt situatën.